4 mars, i falur dhe falës. A nuk duhej edhe ti ta mëshiroje shokun tënd sklav, ashtu si edhe unë të mëshirova ty? Mateo 18:33. Një person i falur duhet të jetë një person falës, dhe, me qenë se falja nuk na vjen natyrshëm, kemi nevojë që këtë ta dëgjojmë vazhdimisht. Me fjalë të tjera, ne falim sepse Perëndia, nëpërmjet Jezusit, na fal ne. Bibla bën plotësisht të qartë se falja nuk buron nga ndonjë merit njerëzore dhe nuk është rezultati i përpjekjeve tona për të qenë të hirshëm dhe falës ndaj të tjerëve. Përkundrazi, falja vjen nga hiri i Perëndisë. Prandaj, shpirti i falës është një nga provat kryesore që dikush është penduar vërtet për mëkatet e tij. Në mënyrë të ngjashme, nëse ushqejmë vazhdimisht armiqësi, mëri dhe hidhësi në zemrat tona, jo vetëm që dëmtojmë jetën tonë dhe rrezikojmë marrëdhëniet tona, por sinqerisht, vëmë në pikpyetje nëse e kemi zbuluar ndonjëherë me të vërtet natyrën e faljes së Perëndisë. Është e pamundur të ofrojmë falje të vërtetë nëse nuk e kemi përjetuar vetë dhe është e pamundur të mos falim nëse e kemi përjetuar faljen. Ajo do të rrjedh nga zemrat tona vetëm pasi të jemi ndryshuar me anë të hirit të Perëndisë dhe të kemi marrë parasysh ofendimin ton të stërmadh kundër tij. Kur ndodh një transformim i tillë, mëkati i të tjerëve kundër nesh do të ketë më pak rëndësi, pasi Perëndia na aftëson që të falim ashtu siç jemi falur. Ky është parimi pas shëmbëltyrës së Jezusit për shërbëtorin te Mateo 18, i cili, pasi i ishte falur një borxh aq i madh në shekullin e parë, sot i barazvlefshëm me $8 miliardë, refuzoi të falte një borxh prej $20.000. Jezusi dëshiron që ta shohim parsyeshmërinë e shërbëtorit, të cilit i ishte falur një borxh kaq i madh, në refuzimin për t'ia falur borxhin shokut të vet. Nëse shohim borxhin e shokut të vet, ai ishte i konsiderueshëm, por kur e krahasoj me borxhin e madh që ju fal shërbëtorit, ajo ishte një shumë e vogël. Po kështu, është e paimagjinueshme që ne të cilëve na është falur një borxh kaq i madh ofendimi kundër Perëndisë, të mos i falim të tjerët. Po ta kemi përjetuar mëshirën e Perëndisë, atëherë sigurisht që nuk duhet ta shpërfillim dhënien e faljes. Duke falur të tjerët, ne gëzojmë plotësinë e faljes së Perëndisë. Hiq dorë nga tundimi për t'i mbajtur shënim mëkatet, gjë që je i prirë ta bësh. Kur kjo është e vështirë, për shkak se gabimi që të kërkohet të falësh ishte serioz, shih borxhin që të ka falur Perëndia dhe shiko se nga çfarë hoqi dorë ai për ta bërë këtë. Dhe kjo do të jap mundësi që edhe ti të tregosh mëshirë. Sigurisht, nëse Perëndia të ka falur, ai do ta derdh hirin dhe mëshirën e tij për të ndihmuar që të ecësh në harmoni me të tjerët.